Nuk jam dakord me Mërtirin në pikën e parë njerë që zgjedhja e Klod Braus është një humbje madhe për Edi Rama. Po të shohësh historinë e Klod Braus si prokuror, i ka bërë ndere kolosale Edi Ramës. Që nga dosja e Dibrës, përgjimet e famshme, se e kemi thënë ata që këta krim elektoral nuk pregin, e deri këtë dosja inceneratorit, se ditën që u zgjodh, doli dhe i shkreti Lefter Koka nga Burgu, që e trajtoi inceneratorin si krim normal, jo ato 17 vendimet e fame, ka që kishte e lejen për të shkuar, deri këtu shkoj, dhe gëzoj, e mori. Po jo, po nga nëzirë këtë lejen ti. Ai s'ka pas lejen të hetoj fare. Ai ka hetuar, ka futur në burg ministra, deputet, s'ka futur kryeministrin, dakord. S'është aq i fortë sa të futur kryeministrin. Sa ka marrë as. Po ministri ka futur në burg. Nuk po diskutojmë atë. As në pyetje. Ne nuk po themi që s'ka më Ka marrë as ka nuk ka. Dosjen e Dibrës, pra, nuk është humbje. Nuk është aq i fuqishëm sa të futur në burg kryeministrin, dakord. Nuk është humbje për Edi Ramën. Nuk është vartës i Edi Ramës, siç po trajton ti. Për ata që lëshon Edi Rama mund të jetë rrezik. Për Edi Ramën nuk është rrezik sepse e ka me prova. Për fakti që se kontrollon, e ka me prova, e kontrollon ai sa i duhet. Që pushteti Edi Ramës... Jo, këtë e dim se e dim e dosja. Po, çfarë dosje di? Dosja inceneratorit. Po pra këtë po të them pra. Ta trajtosh inceneratorin si kur ka vjedh Lefter Koka një 3 milion euro dhe kaq është historia, do me thënë që nuk e këllë që të tosh, dhe Edi Rama me këtë është dakord, mo. Po ta pranoj në një moment. I tha vet Lefter Kokës si kjep dorëheqjen se do të dorëzojmë ke Klod Braus. Pra i tha se nuk e mbron dot, se po të ishte i mbrojtur. E dyta, u shkund gjithë Evropa me përgjimet e Bildit. Dosja Dibrës, Rama më kap rezultatin, Ulsiu, Sajmir Ka filluar para spakut e çështje. Po, është njëti prokuror. Mos ja lër Klod Braus, vetëm këtë dosje jo. Të gjitha të tjerat, është tjetër kush përgjegjës, në atë kohë kemi denoncuar, kemi qenë Djetra Studio, e drejtonte krimet e rënda Donika Prela, është një histori shumë e gjatë, se s'dua të rikthehem asaj dosje, por nuk dua të mbroj askënd pushat. Dakor. Flasim për Ta mbaroj. dhe flasim sa të duash, por vetëm për një paraprakisht. Atëherë bie dakord me ju. Sot Edi Rama ndihet shumë i rrezikuar. Po i lëkun themele, rash dakord. Rama sot diu ka kokën. Te inceneratori bien, hajde diskutojmë. Iku e para. Qëndrim që Spaku nuk ka hetuar. Dhe Spaku e ka lënë të përgjysmuar atë dosje dhe që normalisht ka sërish mundësin për ta përmirësuar. Iku e para. Por 24-ën them tashmangi, për inceneratorët hajde diskutojmë sepse është një lezeze Spakut. Iku e para. E dyta, prezenca e ambasadorëve. Nuk është puna që ata ishin aty për mbështetje. Unë mbështetjen e kuptoj kur ka sulme të dalësh aty dhe si dëshmitar, si ai Arvizuja i shkret që rinte ke qendra votimit edhe mblidhte mëngët dhe shifte si vazhdon proces. Po është tjetër gjë të bësh arbitrin e ndershëm dhe është tjetër gjë të bësh falsifikatorin arbitrar. Ata në këtë rast bëjnë falsifikatorin arbitrar. Ata nxjerrin letrën nga xhepi dhe thonë do jetë ky kreu i Spaku. Pra, ata një minutë më të mbaroj. Të bëj një pyetje që Ta mbaroj. Kush votoi? Për këtë kam, ja, ta mbaroj, se kam dhe unë një pyetje. Po e kam për ty, për këtë gjë. Po pra, kush votoi? Votuan ambasadorët? Tani. Ja, ta mbaroj. Po votuan ambasadorët pra të na japi përgjigjen, se nuk votuan ambasadorët aty. Zoti Ylli, më bëri një nder shumë madh që e kishe nxjerrë dhe titull erës tjetër atë që thashun, që midis dy të këqijave, unë më mirë zgjedh që Spakun ta kontrolloj si që kontrollon Edi Rama, sa ta kontrollojnë sa njerëz pa përgjegjësi, si Juri Kimi, që sjellin Se më është i përgjegjshëm Edi Rama. Po më lër ta mbaroj një mos unë s'të ndërhyr asnjë. Po jo, njërë ndërhyr ti, njërë ndërhyr, unë e lëm. Dakor, vazhdo me Pasi të dalë, qëllim të pengoj. Pasi të dalë ideja ma shkatro ma idhë poshtë, po kështu nuk del dot. Pra, letë ngrejmë rast hipotetik, kemi rastin e 2 tigrave. Në qoftë se Dumanin e nxjerr nga xhepi
Yuri Kim, dhe Yuri Kim lë bom për të sjellë me Belinda Ballukun 2 tigra që i kushtojnë 90.000 euro në ditë çdo shqiptari. Ju kujtoni si ka prokuror që heton Yuri Kimin për pazaret e veta? Pra, ju mendoni që po të kishte një Klot Brau apo një duman mbi kokë Edi Rama në ditën që do merrte vendimin për të kundërshtuar armët kimike në Shqipëri, do guxonte ta bënte? Pra, kush është rreziku i këtyre prokurorëve që janë vegla ambasadorësh dhe mbarojnë punët e tyre, ikin dhe nuk mbajnë asnjë përgjegjësi. Pra, më mirë ajo prokuroria Adriatik Llallës që kishim, që të riqte nga një anë Sali Berisha, nga ana tjetër Edi Rama dhe nuk dënonte asnjëri, sesa me njerëz të tillë që i promovuam në emër të konsolidimit të institucioneve, por që sot pam që i kemi institucionet me brek në përkëmbë. A mund ta bëj një pyetje? Sa duash, tani se unë mbarova. Gjysmë pyetje fare. Ja, be. Nëse ti Bushat do ish ambasador amerikan sot, çfarë do bëje? S'ka ambasador amerikan. Në qoftë se pra, e ngarkuar me punë. Me ngarkuar me punit. Çfarë do bëje ti Se ka ja 3 vjet s'ka ambasador. Për të penguar kapjen e Spakut nga Berisha dhe Rama? Çfarë do bëje? Tani, Unë që do bënja, ta them unë. Ja, ta para se të përgjith Bushati. shumë Po thue? Se më përpara kisha imagjinuar që të ndroj seksin se sa të bëhem në herë ambasador amerikan. Nuk e du. Por po të duash... Shprenoje fantazinë dhe imagjinoje. Po të duash... Mërë, shumë mendon që... Çfarë do kisha bërë? Do vija kambanat e alarmit, kur vettingun e bënte motra e Belinda Ballukut. Do vija kambanat e alarmit, kur këta e kapën në gjenezë reformën drejtësi. Pra nuk do lija që të shkallmoheshin. Po jo pra se s'është me sot. Nuk do përshëndesja një antare gjykatës kushtetuese që betohet Kelana dhe të thosha kjo po çon përpara. Mban mend në atë kohë. Këta shkallmuan sistemin dhe tani duan ta zgjidhin me njerëz që nxjerrin nga xhepi. Vettingu sabotoi nga opozita. Opozita diqte mandate, bënte unë je 100% dakord me ty që gjithë zezat i bën opozita. Jo, ishte opozita e Lul Bashës me ajo tjetra. Nuk po them kjo se kjo është e kulluar, po flas për atë tjetrën. Pra do më thënë, në këto kushte, çfarë duhet bëjnë Amerikanët pra? Në këto kushte... Si ta shtym përpara këtë proces? Ore, kam unë pyetje për... Unë jam dakord me Klodin një përgjigje për pyetjen e doktorit Kthea. Por ne, pikërisht se jemi kaq shumë fajtor, nuk duhet të presim zgjidhje deus ex machina